Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve kapën dhe ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim SL 52 vjeç për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Policia Lushnjë kapi shtetasin HL 32 vjeç, banues në Lushnjë, i shpallur në kërkim nga DVP Durrës për veprat penale vjedhja dhe mashtrimi, pasi nuk i ka paguar qeran e 4 muajve shtetasit PL, banues në Durrës, si dhe i ka vjedhur sendet shtëpiake. 32 vjeçari u dorëzua shërbimeve të drejtorisë vendore të policisë Durrës për veprime të mëtejshme. Shërbimet e komisariatit të policisë Divjak arrestuan në flagrancë shtetasin EG 57 vjeç, banues në Divjak, pasi u kap jashtë banesës, ndërkohë që ishte me mas siguri arrest në shtëpi për veprat penale kanosja dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të ftohta. Shtetasi i shpallur në kërkim LA 54 vjeç, banues në fshatin Cakran, u ndalua nga policia e Fierit, pasi dyshohet se ka kanosur shtetasin HS 73 vjeç për të tërhequr kallëzimin e bërë në lidhje me një aksident rrugor. Po nga këta polic u arrestua në flagrancë shtetasi AB 35 vjeç, banues në Patos, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin FH 22 vjeç, banues në Cakran, pasi ditën e djeshme në Cakran, automjeti që drejtonte ka përplasur këmbësorin shtetasin AQ 59 vjeç, i cili ndodhet aktualisht në spital nën kujdesin e mjekëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.